për një trime, për një burre, që flijojnë jetën e ti për liri demokracie. Në kuvenet e Katunit, kryet plak ka qenë caktue. Dhe në kohën e lëvizjes për liri ka kontribue. Ashtë zeq unë Qingiza dhe Shqip, burë fjallë pak e mendimtare. Në 947, 20 vjetë burge... Miq të emisionit për Tetra Ditës, kemi ardhur në një fshat ku do të njihemi me një personazh i cili transformoi fshatin pasi u bë kryeplak fshati. Njëri i cili gjithçka, edhe rrogën, që e cila është minimale ose simbolike, e shpenzon për të kontribuar në fshat. Përse dhe çfarë e shtyu që këtë fshat ta transformojnë në një fshat model? E ndjekim. Si kryetar fshati jam zgjedhur para 5 vjetësh. Kam marruar mandatin e parë, tash jam në mandatin e dytë. Edhe kohë kaq të shkurtër, si arrite që transformove fshatin në një fshat i harruar në një fshat urban? Kjo u realizua me përpjekje të shumta, edhe fal mbështetjes që na dha bashkia, po me shumë përpjekje sepse ky vend kishte nevojë për rrugë, si çdo fshat. Edhe fshati jonë kishte të domosdoshme. Mbështetja që e madhe dhe ja arritëm të realizojmë këtë. Por ka dhe shumë, se nga që është një fshat shumë i shpërndar, edhe rrugët janë të shumta, kjo është thjesht një pjesë. Sa familje jetojnë në këtë fshat? Afërsisht përbëhet nga 100 familje. Fshati dikur ka qenë edhe më i madh, po largimi e bëri këtë. Pse u larguan këta banorë? Po në çdo fshat të Shqipërisë tash jetesa është e vështirë. Edhe i detyron domosdoshmë banorët që të largohen për një jetë më të mirë. Edhe kjo nuk është vetëm fshatin tonë, kjo ndodh kudo. Si ka qenë situata para 5 viteve në fshat? 7 viteve sa i bie? Po pak a shumë e njëjtë. Ka qenë situata, domosdoshmë lëvizjet janë të pakta, lëvizjet kanë ikur para 10 vjetësh, 15 vjetësh që janë bërë lëvizjet në masë. Para 7-8 vjetësh situata ka qenë më e keqe. Rrugë nuk ishte, këtu është bërë dhe një ujësiellës, është bërë dhe rruga. Tash njerëzit kanë filluar pak a shumë të ndërgjegjësohen që këtu ja vlen edhe me ndërtu kanë filluar me bën në punë, jo në bujtim, jo në... Si kanë qenë vitet e para që ti more postin si kryetar fshati? Kanë qenë shumë të vështira, sepse kërkesat e banorëve ishin shumë të mëdha. Po ne nuk mund të arrijmë të gjitha për një ditë. Edhe nëse kemi arrit diçka në këtë fshat, ka qenë fal mbështetjes edhe të banorëve. Se duhet të mbështesim banorët që të arrish diçka. Shumë punë janë bërë edhe me kontribut vullnetar. Si arritet të kontributin e murit të xhamisë, kur për të grumbulluar të para shitet pemën që për të xhamia, këtë duhet na tregosh më shumë. Kjo ishte, fakt ne kemi pas një pemë të madhe, një rap, ka qenë shekullor, edhe ai u tha po përbënte një problem për aty ku ishte, sepse po të rrëzohej ku ishte shtëpia. Edhe me kërkesat më dhaja nga bashkia, na sollën grupin e punës që e pren, edhe një pjesë të aty ne shitëm edhe lekët që mblodhën i mbajtëm për xhamin. I shitëm druzjarin fshat, edhe kështu bëm dhe një kërkesë. Kryetarit bashkisë atëherë na dha dhe ai një ndihmë materiale, po pjesën më të madhe ka bërë komuniteti. Vinin djem. Pra ju thjesht pemë që pret aty e bët si nisëm. Ajo ishte një nisëm, ato pak para që mbledhëm nga ajo pemë që prem, ato pak para ishte thjesht nisma. Pastaj i bëm thirrje komunitetit. Një pjesë erdhën edhe punuan. E kemi bërë vetë gjithçka. Domthonë arritëm një rrethim simbolik, se nuk është. Kush ishte problematika më e vështirë që është paraqitur si kryetar fshati kur ke marrë detyrën sa deri ke qenë 19-20 vjeç? Kur realizuam këtë rrugën,
asfaltimin sepse kalonte mes për mes fshatit dhe kemi pas bëjmë edhe me njerëzit që u prekej prona. Edhe jo, kjo pjesa dëmshpërblim, po problemi ishte se në momentin ato e donin rrugën. Po në momentin që erdhën makineritë fillun punën u dhimbë se toka. Edhe lindi pak kënaqësi, po ja arritëm. Ja arritëm, domethënë problemi i madh ishte se për shembull çdo gjë që ndodh ato drejtohen ti e kryetar fshatit, ti do ta zgjedhësh, po kompetencat edhe mundësitë janë Në fillim nuk e pas dashur ta pranosh postin e kryetarit fshatit ose diku kryeplak fshatit. Mu më pëlqen më shumë të rras kryeplaku i fshatit. fakt nuk e kam pas shumë me qef. Se e dija që kur të marrësh një detyrë duhet të realizosh disa gjëra, duhet të jesh në ndihmë komunitetit. Është një detyrë e rëndësishme, është një detyrë e vështirë se tjetri kërkon t'i zgjedhësh hallin, varet sa arrin. Ju si kryeplak fshati keni një rol simbolike, 5.000 lekë të reja, 50.000 lekë vjetra. Dhe këto para ju sërish të investonin në fshat. Detyra e kryetarit fshatit është thjesht një detyrë që nëse e merr, do ta marrësh me qef edhe t'i arrish, ta realizosh. Nuk bëhet fjalë për pjesën monetare, nuk nëse do t'ishte që kam hyrë për atë rrogën, si më i thon, ato pjesën e lekëve, s'bëhet fjalë. Ato 5.000 lekë janë asgjë. Domethënë nuk mund të mbulojnë me punën që bën një kryetar fshati, nuk ka të paguar. Në çdo moment, edhe në 2 natës do të jesh zgjuar. Ka pasur raste që ju me rrogën simbolike, po e quajmë, po kjo rroga juaj, keni bërë edhe tabela për të treguar në fshat kujdese shpejtësie, komsor. Tash mirë është për shkakun se kemi bërë disa gjëra kështu për të mirën e fshatit, mos i përmendim se ato gjë kur e bën nuk duhet ta bësh ja ç'a bëra unë, po nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Duhet të kontribosh me shpirt për fshatin tënd. Edhe kur kam hyrë në radhë parë për të mirën e fëmijëve të mi, të banorëve të mi, se çdo mirë që vjen në të mirë të komunitetit. Domethënë më tepër kur e kam zgjatë si detyrë, domethënë e kam zgjedhur edhe që e vendos atë ri as për pjesën e parave, do të mundohem me shpirt që paktën të vinë ndihmë banorëve të mi. Sa vështirësi keni në komunikimin e institucioneve për shembull? Jo, vështirësitë nuk janë shumë të mëdha. Domethënë komunikimin e kemi pas mirë me institucionet. Po problemi është se edhe ato kërkesat janë të shumta. Nga momenti që i fshati bë rruga, filluan të bëjnë disa investime të vogla. Sa kanë arritur banorët e larguar të rikthehen, apo të bëjnë diçka? Për momentin ndryshimi është shumë i vogël. Edhe koha, domethënë 2 vjet ka kjo, po kjo është për një të ardhmen. Rruga këto shpresojmë që kanë filluar lëvizjet për interesimin. Domethënë ka një ndryshim shumë të madh, por duhet akoma shumë punë, sepse kjo është thjesht një segment 2 kilometra. Fshati ka nevojë për shumë rrugë të tjera, sepse nga që jemi të shpërndar, kemi dhe shumë ka nevojë, por është parë që është diçka shumë e mirë, i ka dhënë një sy tjetër, i ka dhënë një vlerë tjetër fshatit. Po qoftë që do të jetë një mundësi ose një zgjidhje, kush do ishte ajo gjëja më emergjente që ti do bëje për investimin e radhës? Për investimin e radhës, faktike, nëse do të më jepej mundësia, se do të më mundësonin pushteti lokal, do të ishin kanalet vadice. Sepse që të punohet, duhet të ketë ujë për vaditje, se ti e mbjell, po nuk e vadite, nuk merr problem. Domethënë më emergjenti për momentin për fshatin tonë dhe 3 fshatra që mbulojnë këto kanale vadice, domethënë për momentin është investim në kanale vadice. Se duke ikur dhe banorët, se ne i kemi pas në vetë menaxhim kanale vadice, po me që banorët është larguar rinia. Kanalet, punën e bën rinia, tash i kanë ngel mosha e vjetër, ato nuk kanë dhe mundësi. Edhe kjo detyron që ne t'i drejtohemi tash. Po, unë kam pas shumë dëshirë që fshati mos mbyllet dhe mos largohet. Edhe jam i çik i pasionuar nga fshati, nga bujqësia, blegtoria, tregtia, edhe kam 30 vjet, kam hap një pikë biznes të vogël, gradualisht duke e zgjeruar,
me forcat tona, duke punuar, pas lloj të ardhurë nga qeveria. Për momentin e vetmja mundësi që na dha tash për momentin kohët e fundit po dava për një vit më parë, që na ushtru dhe rruga me asfalt. Jam shumë i kënaqur për rrugën që u bërë, edhe shpresoj se do ketë akoma tërheqje rruga nëpërmjet asfaltit, edhe investitorët huaj, plus edhe nga fshatarët e mi jam shumë i respektuar. Ju këtu në fshat jeni Pa. vetë person që vini në tim banorëve si Pa. për mirë dhe për keq. Patjetër. Jeta i ka këto. Sa vështirë ka qenë për të përballuar si sa betët e gëzimit edhe ato të hidhërimit në të ambient që të luar për të banorët. Po, jemi mënuar që ti kryejm kushtet për sa na takon nga ana ekonomike dhe thjesht ta ndihmojmë njëri tjetrin si vëllezër, si bashkëtar, plus ne jemi pakashërisht si fshat jemi gjithë tonit. Edhe nuk kemi pas një problem. Thjesht jemi mënuar me punuar dhe më ka respektuar dhe do t'i respektoj. Çfarë mendon ti se duhet ndryshuar në të fshat? Këto vitet e fundit që fshati ka Tu marrë një ndryshim. fshati ka marrë shumë ndryshim edhe ka është në rritje në ana e zhvillimit plus dhe nga shteti duam shumë ndihmë. Për arsye që na ndihmojnë pak në ana e të ardhurave për të zonës, për rrugë, për drita, ujë, se ne s'po kemi gjë tjetër. Kjo është e vetmja mundësi që ne çdo gjë me shpallat tona. Edhe të kemi edhe një investim nga bashkia, nga qeveria. Gjizaveshi ka shumë tradita, ka dhe shumë gjëra të mira, plus nga ushqimi, plus dhe ka një dhe histori shumë të madhe. Si nga feja, si nga kultura, si dhe ka vene shumë bukura për ta pasuruar Gjizaveshin. Plus dhe nga ushqimi. I mirëpresim të gjithë huaj dhe edhe shqiptarët kudo që janë që mund të vinë ta vizitojnë Gjizaveshin. Çfarë është më emergjente në këtë fshat? Më emergjente në këtë fshat, ne si fshat tu është shumë fshat i mirë, po ne kemi çik problem me ujin vaditës. Se gjëra tjera, dritat, uji, pishëm janë realizuar 99%. Kemi çik problem ke vaditja. Për arsye se banorët duke mos millur gjërat, bujësi, mbledhtori, sepse nuk ka ujë vadite. Shteti këtu duhet të vënë pak dorë, se shumë pak punë, edhe me shumë pak investim, edhe me kushtet që janë tash, duhet të investojnë çik te uji vaditës, kanale vaditëse. Shumë fshat prodhues. Gjizaveshi njihet për pemë mira, për arrën e Gjizaveshit, që është dhe në histori, arra e Gjizaveshit, që bën shumë arra të mira, plus edhe si toka janë shumë pjellore, tokat e Gjizaveshit, edhe plus edhe nga kuzhina, kemi shumë kuzhinë të mirë. Sa po futesh në fshatin tuaj, ai që dihen si është fshat me dy xhami shumë afër njëra tjetrës. Njëra 200 vjeçare, ata tjetra. Pse ky fshat me dy xhami? Po, kjo është e vërtetë edhe është një problem shumë i madh për ne, sepse në atë kohë kur u ngritën fshati me bën një rikonstruksion e xhamisë ekzistuese që kjo i ka rezistuar edhe regjimit komunist. Në atë kohë, Xhamia e vjetër. po, xhamia e vjetër është vit 220 vjeçare. I shpëtoi regjimit komunist edhe direkt në momentin që u fut në linjë feja, kjo xhami u vën punë. Edhe deri në vitin 2002, dy burrat e këtij fshati janë falur në xhami. Donin t'i bënin investim edhe po vetë banorët e fshatit u ndanë dy grupe. Jo e prishin, i bën rekonstruksion, jo si bëjnë. Edhe u detyruan ato që erdhën që bën xhamin e re, e bën pak metra më lart. Edhe duke u bë kjo e reja, ajo tash ka ngel mëshirën e fatit se do restaurim, do investim, por mundësit nuk janë. Në qoftë se kjo xhami e vjetër do të bëjë një restaurim, mund të mbetej si trashëgimi historike në këtë fshat. Për këtë pjesë kemi kërkuar për shumë kohësh që të na shpallin të paktën monument kulture dhe t'i bënim restaurim se me të vërtetë është një objekt mund ta përdorin, mund t'i bënim restaurim edhe të ishte si një pikë për turistët. Si arritët ju me një pensionist në fshat që të bëhet një muzeum historike me gjërat e vjetra? Po, në fshatin tonë ne kemi një mësues historie që ka qenë dhe drejtor shkolle kohët e fundit. Ai nga që ishte dhe i fushës edhe ka ndërtuar dy muzeume. Këto dy muzeume
për momentin janë strehuar në shkollën e fshatit për arsye sepse ne nuk kemi një objekt të veçantë ku mund t'i vinin këto edhe t'i kishim edhe për turistët që do të vinin. Domthon, jam i mendimit që nëse do ta bënin këtë, meqense në Bashkimin Librash është ndërtuar dhe drejtoria e turizmit, nëse ato do të merrnin përsipër të bënin një objekt, po nuk kushton aq shumë, që këto dy muzeumet të ishin në vendin e vet, ku dhe mund t'i përdornin për të mirën e fshatit për turistë. Profesor, është kënaqësi që unë të bisedoj me një person aq të ditur, po me sa informacion kam unë, ju keni votuar më shumë se 6 libra. Disa prej tyre ja keni kushtuar dhe në investuar. Dhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje jo vetëm votimi i librave, por edhe ajo që ju keni ngritur në kryetarin e fshatit në muzeum. Unë jam lindur, rritur dhe banues në këtë fshat. Fshati Gizavesh daton që në lashtësi. Për këtë ka burime historike, si të dhëna gojore, ashtu edhe materiale ose objekte të gjetura në territorin e fshatit. Janë gjetur maja heshta shilire të cilat ne i ruajmë këtu në muze, tulla rrethore i përkasin periudhës së antikitetit, ndërtimeve të kultit të asaj periudhe, dhe objektet e tjera, jo vetëm nga antikiteti, të cilat janë më të pakta, kuptohet, por edhe objektet e tjera të periudhës së mesjetës. Fshati Gizavesh është një fshat që ka tradita të spikata dhe vlera të veçanta. Për këtë duhet të veçoj që në kohën e zogut, kur në Gizavesh shkollë nuk kishte, shkolla ishte në një fshat shinjidorës, nga Gizavesh i frekuentonin shkollën një numër i konsiderueshëm fëmijësh dhe disa vajza, që ishte një fenomen i rrallë për kohën, se nuk i qonin për arsye fanatizmi. Ndërkohë, duhet të veçojmë edhe faktin që në atë periudhë, në vitet 30, kur ata që kishin marruar arsimin fillor numëroheshin me gisht, se nuk shkonin të gjithë në shkollë, nga Gizaveshi, 3 persona kanë shkuar dhe vazhduar shkollat e mesme të kohës. Ju keni shërbyer në të fshat të mësuar, drejtori funksioni, dhe tani në leqëri, në moshë pensioni, edhe pse nuk e pranoni këtë gjë ju, jeni përkushtuar sërish aktivitetet të fshatit dhe kryesisht në muze. Pse e bëtë këtë? Çfarë është kjo? Muzeun e kam ngritur në vitin 2018, atë vit që do të dilja në pension. Para këtij muzeu, që është kabinet muze që i shërben edhe nxënësve në mësim, ne në vitin 2015, në rastin e 70 vjetorit të ngritjes së shkollës së parë shqipe në fshat, ndërtuam muzeun e arsimit, ku është pasqyruar ecuria e arsimit në fshatin Gizavesh. Në 2018, siç u thash, unë mendova që të vlerat shumëta tradicionale të fshatit Gizavesh ti pasqyroj në një muze, sepse sado që të thuash, të flasësh, të shkruash, por ajo që mbetet është materiali i gjallë. Sa vështirë ishte për ju që të grumbulloni gjithë të objekte, sepse fushojnë një numër të madh objektesh? Natyrshëm që për sa i përket anës së subjektit, se këtu është historia e Shqipërisë, në të koncentruar, historia e zonës edhe historia e fshatit tim, por në lidhje me materialet etnografike, arkeologjike, sendet e përdorura të kaluara nga banorët e fshatit, ne i kemi mbledhur në fshat. Unë nuk aktivizova gjithë stafin, se isha dhe drejtues shkolle, por bashkë me një mësues vendali, i quajtur Avni Hunçi, shkuam në çdo lagje dhe në çdo shtëpi dhe fshatarët na i dhanë materialet, domethënë pa hezitim, duke menduar që ne do bënim diçka të mirë. Po çfarë të tërhoqi më shumë për ta bërë këtë gjë? Tani unë edhe në hyrje të muzeut ke balli aty e kam shnuar.
duaj ashtu si se kam ndjerë, duaj e vendlindjen, zbulo vlerat e saj dhe i pasqiro ata. Edhe në këtë kuptim, dua të them që ishte dashuria për fshat, për vendlindjen, për zonën, për rrethin, që mu më nxitën për të realizuar këtë muze që ju e shihni. Sa objekte kemi këtu afërsisht? Po, rreth ka 7 vite që e kam ndërtuar, në atë kohë kishim afër 300 objekte, ndërsa tani janë afër 400 objekte, mbasi edhe gjatë kësaj kohe, gjatë këtyre viteve, unë kam grumbulluar objekte të tjera me qëllim që muzeu të jetë në vazhdim. Pse keni sjellë këto objekte në ambjentet e shkollës? Sa në lidhje me pyetjen tuaj që për objekt tjetër, se vërtet unë zura 2 ambjente këtu në shkollë, mbasi isha edhe drejtor shkolle edhe mësues, por edhe ishin të lira ambjentet. Nuk kishin vend tjetër ku t'i çoni, s'kishte objekt në fshat për të vendosur. Mbasi më e mira për një muze të tillë do të ishte një ambient, një shtëpi private në fshat, për të cilën ne po mendojmë sot, mbasi edhe për vlerat kulturore që ka, një ambient privat, me oxhak, me ambient, si thua, tradicional, do të jetë gjë e mirë, inshallah do ta realizojmë. Si mund ta zgjedhim këtë pjesë, kujt do t'i bëshit një apel për ndihmë i institucioneve shtetërore, djeve kësaj zone për të ndërtuar diçka? Çështja e parë mbetet përcaktimi i objektit që do të marrë. Me kryeplagun e fshatit, i cili ka qenë në krahun tonë për probleme, kam biseduar që të marrim një shtëpi private, mbasi këtu kam mjaft shtëpi të janë larguar banorë, po themi të braktisura. Por ka një vështirësi se shumica e shtëpive kanë vlera tradicionale, por janë dëmtuar. Dhe mundësitë tona për të merremetuar janë. Kështu që shpresoj në ta, duke biseduar me kryetarin e bashkisë, atë kemi, bashkë me kryeplakun kemi fiksuar një ambient aty që ka qenë shkolla e fshatit Gizavesh në 45, edhe është bosh ajo tani, dhe duhet të rënë dakord me pronarin për ta blerë. Atje pastaj do të jenë këto materiale, sa ka ambiente të bollshme, do të jenë në një pozicionim më të përshtatshëm. Në muzeun tjetër që është i arsimit, ai aty pasqyrohet ecuria e arsimit në fshatin Gizavesh, mbasi ju thash se Gizaveshi ka vlera në këtë fushë, është në periudha të ndryshme ajo, se ecuria e arsimit që nga mësimet e para që ishin në gjuhën turko-arabe, kuptohet, kur s'kishte shkollë, dhe pastaj kur u hap arsimi e tjera. Pra, Gizaveshasit kanë qenë të etur për dije, kanë vazhduar shkollim brenda mundësive ekonomike etj. Dhe na sot jemi krenar, jo për të mburur, me krenar që jemi nga ky fshat me vlera, jo në fushën e arsimit, por edhe në fushën kulturore, të gurës popullore. Gizaveshasit kanë qenë mjeshtrat përdorimit të reglave muzikore, të çiftelisë, të fyllit. Në fshatin e kemi kanë majtur tradicionalisht të parat e fshatit një zëjtar në fshat, me origjinë egjiptiane. Unë jam autori disa këngëve, cilat i kam krijuar në vite të ndryshme, dhe i këndonin nxënësit bashkë me mësuesin. Natyrshëm që ato këngë të cilat i kam krijuar, edhe i këndoj vetë. Po ja po këndoj mjini, se unë jam përpjek që ti krijoj me një farfryme patriotike, jo shumë lirike, kështu po shumë patriotike, si dua kushtoj personave, bile këngë u këndoj dhe atyre të cilët unë u kam bërë monografi, u kam shkruar libër. Nuk këndoni edhe këngë dashurie me sa? Nuk kam kënduar, ka vite që s'kam kënduar, kam kënduar dikur, kur ishe ma i ri, kuptohet. Më thotë se do vini të këndoni edhe ju nga qitë? Po ashtu.
për një trime, për një burre, që flijoj jetën e ti për liri demokracie. Në kuvenet e Katunit, kryet plak ka qenë caktue, dhe në kohën e lëvizjes për liri ka kontribue. Ashtë zeq unë Qingiza veshit, burë fjallë pak e mendimtare. Në 947, 20 vjetë burge dënojnë. Vjetë të burgut kryelar, me guxim ka përbalue. Por hapjet e sigurimit janë përpjek me e mashtruë. Në Katun ka ardhur lajmi se ka vdek një burr i rrallë. Shpejt ashtë nisun vëllajti, trupin trimit me jamale. Takuen rrugasht me gjem hoxhën, qke avëlla që je mërzite. Nat minut e kthen karocën, del basën atë natë kanë rrite. Trup me tia ta e marrin, miq e shok i kanë shoqënue. Dhe Katunin shpine ti, ledhun ashtë kur e kanë prune. Hapi syte shifi miq, që me lot janë tujt për cjelle. Shif avlan për si drague, që i vetëm të ka njeve. Shifi djempe tu jetim, miftarje në rëqimi, që të dy janë moshatar te koka të rrinë. Këti me gjlizi se që do i thoshte, sot zemra e ti, se Shqipnia ka nevoj për liri demokraci. Faleminderit. E kanë janë kursuar ish për plakut të fshatit, Të viteve? të viteve në fund e luftës, si dhe ishte njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Nacional Qytetar të fshatit. Po siç ndodhte në atë kohë, me një herë basinit, ndërkohë që ishte kryetari i Këshillit Nacional Qytetar, e arrestojnë, mbasi dyshohej sepse nuk do binte dakord me reformat që do të ndërmerte Partia Komuniste Shqiptare në atë kohë. Miqtë e emisionit për Tetra Ditës, me këtë këngë kaq të bukur kushtuar një personi kaq të rëndësishëm në fshat, i cili ka kontribuar në atë kohë, unë do të thoja mirë takofshim në emisionin e radhës. Sot një këngë me thur, për një trime, për një burre, që flijoj jetën e ti për liri demokracie. Në kuvenet e Katunit.